Po ky do të ishte propozimi i tij, nëse ky e ka sinqerisht dhe seriozisht zgjidhjen e këtij problemi. Po 5 minuta puna. Mund t'i ftoj të gjithë dhe të flasim për disa emra të mundshëm që besoj që do të gjendej ndonjë. 5 minuta. Sa i përket emrit që kërkon nga PDK-ja, unë besoj që PDK-ja edhe kur ka ofruar ndonjëherë kandidat konsensual, nuk kanë qenë emra që nuk i plotësojnë kushtet. Më kujtohet kur PDK-ja ka propozuar për shembull zotin Demaçi për president dhe i është ofruar vetëvendosjes për të kërkuar mbështetjen. Pra, nuk është se PDK-ja do të ofronte ndonjë emër që nuk ka kredibilitet dhe që nuk do të mund të ishte i pranueshëm prej opinionit, por nuk e ka ky hallin aty te emri i përveçëm, por ke fjalën për 2011, kur e ka PDK-ja ka propozuar Adem Demaçin e vetëvendosja. Dhe ka ardhur, ka qenë në takim, dhe vetëvendosja ka refuzuar, Po ka refuzuar me arsyetime çfarë ka refuzuar, po sidoqoftë situata, domethënë, shihet qartë që ky është duke ndërtuar vetëm pozicionin për ta shfaqsuar veten deri te momenti i zgjedhjeve. Pra, përpiqet ta mbaj atë elektorat me çdo kusht, në çdo mënyrë dhe takimet janë të kota. Janë në funksion të ndërtimit të rrëfimit të tij dhe jo për ta zgjedhur çështjen e presidentit. Zot Sediu, sa dëmton zotin Kurti eventualisht Vjosa Osmani nëse merr pjesë në zgjedhje? Dy gjëra. E para, problemi presidenti është problem 5 minutësh. Pra, PDK-ja, Partia Demokratike e Kosovës, i garanton presidentin edhe jetëgjatësinë e institucioneve pas një problem. Pra, një kandidat i Partisë Demokratike të Kosovës, Bedri Hamza, president, zgjidh ky problem. 5 minuta është. Dhe Bedri Hamza, shembull për marr, sa lehtë është mu gjetë personi i cili, domethënë, i jep edhe zyrës së presidentit, kuptim se është një dikush që ka qenë guvernator, është një dikush që ka qenë ministër e financave, është një person i cili ka qeverisë, është i pa kompromitum në asnjë formë, mundem me pas dallime ideologjike, kjo diskutim tjetër. Por edhe Vjosa Osmani është e djathtë e ky thotë që është i majt. Thotë. Përndryshe centristi më i madh që e ka pas Kosova ndonjëherë. Mos më thon këxha neoliberal më ka bëu. Sidoqoftë, besoj që problemi i presidentit është inekzistent. Problemin e presidentit e marron e marron ky, e sajon ky, e mirëmban ky. Ka që kjo punë. Domethënë, nëse sot ki thonë me LDK-n s'bëhet kjo punë, me Bedri Hamza, me PDK-n kryhet kjo punë. Po nuk i duhet. Po nuk i duhet. Pse nuk i duhet? Sepse nuk është më zonja Agjiu, Sakt. E tash, këtu i kemi disa momente. Unë mendoj që duke udhëhesur me 3 institucionet mund të vazhdoj spaku 6 muaj. Po le të vazhdon. Spaku, më së tepër me 6 muaj. Ndoshta edhe ngihet. Po besoj që Vjosa Osmani e tha pak edhe më herët dikush në panel, Vjosa Osmani është këgja një farë figure politike që ka stamina politike. Pra nuk është dikush që shpejt lodhet e shpejt dërzohet. Pra ka stamina. E kjo stamina në politikën në Kosovë është e rëndësishme sepse përballë ka Albinin, që është gjithashtu një dikush që ka po aq stamina politike. Tash ku e dallimi? Dallimi është, e tha, tipo më duket edhe me vend pajtona këtu plotësisht, nuk ka më narracion ata 20 vjetën, nuk ekziston më ai narracion. Ai narracion kryhet me Vjosa Osmanin në garë. Dhe besoj që gara në këtë rast duhet me qenë e pastër dhe e qartë. Në ena të garu, përballë, si me thonë, kemi përballë Albin Kurtin, dhe nëse garon, Vjosa Osmanin, sepse këtu ka ndodhur problemi. Ju po thoni se gara është ky binom. Po, pra, unë e kështu e shoh. Unë e shoh që ka me qenë... Ai dëmton kjo pastaj partitë e tjera? Jo, domethënë Partia Demokratike e Kosovës në këtë farë gare të këtyre nuk është që ka hupe elektorat në herë. Partia Demokratike e Kosovës është këgja stabile. Mund të rritë opozita si e tërë. Po Partia Demokratike... Vetëvendosja është ajo e cila në këtë garë mundet me utkur, nuk e di tash. Sa lunë rol 250 milion euro karamele një ditë para zgjedhjeve, 2 ditë para zgjedhjeve, tjetër muhabet, nuk e di. Po thoni se do të përsëritet skenari. Po, nuk kam asnjë indicje që nuk kam u përsërit. Domethënë, ta merr akcizën, e merr TVSH-n në naftë, i merr çato parë, i kthen tani
tjetër, nuk krijon vlerën ekonomike ky njeri. Çdo litër për momentin do ka 12 cent. Do më thonë, Lesh për rritjes të vështirë. kështu që Vjosa Osmanin e shoh nëse hinë në ngarë, e shoh si një person i cili një figurë politike e cila mundet edhe me kriju edhe një